Dua të pyes pak për këtë lagjen e juaj, tash unë po e shoh super e zhvilluar. Edhe je shumë më ti këtu, komuna s'o ka bo për këtë pjesë realisht. Ujësjellësi, rrjeti i kanalizimeve, sepse i pyes gjithmonë banorët, sepse është një shqetësim që e bartin mbi vete. Ka vende që mbase ende nuk kanë rrugë, ende nuk kanë ndryshim publik, sa bëri knejt pushteti për juve. Po realisht me kalimin e kohës edhe me zhvillimin e lagjeve ose me konkretisht me shtimin e popullsisë, atëherë u kon në thojza një farë detyrimi si shtetëror, si komunal, si çdo gjë, që së pari të sigurohet uji pijes, rrjetet përcjellëse, kanalizimi, fekal atmosferik, mandej tani edhe infrastruktura rrugore. Normal, po mos kishte infrastrukturë rrugore, normal që do të afektonte edhe ajo që mos të kenë të shtim popullsisë. Mirë po këtu, nga 350 shtëpi sa i kishte Velekinca, tani thuaj se i ka dikun, po thom 3500 shtëpi. Pse po thom ashtu? Se është një shtim i Velekincës pjesën e epërme, ku është shumë më i madh se pjesa e Velekincës, do me thonë Venalit ose pjesa e poshtme e Velekincës. Edhe kjo ka afektu të komuna, të ketë këta që të kenë investime edhe kapitale edhe në këtë sferë. Po për ndryshe këtu fillon edhe Velekinca që sapo e kalum tabelen.